President i ri apo zgjedhje të reja. Kosova ka vetëm pak ditë kohë për të zgjedhur presidentin apo presidenten e ri. Nëse nuk arrihet marrëveshje deri më 4 mars, vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Presidentja aktuale Vjosa Osmani ka shprehur gatishmërinë për një mandat të dytë, por ende nuk ka siguruar 30 nënshkrimet e nevojshme për kandidim. Shumica parlamentare e udhëhequr nga Albin Kurti ka 66 vota jo të mjaftueshme për zgjedhje pa mbështetjen e opozitës. Zëvendës kryeministri Glauko Njufca thot se pa konsenzus nuk arrihen 80 votat e nevojshme në 2 raundet e para. Nga opozita, Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku kërkojnë kandidat me mbështetje të gjerë dhe shmangje të kalkulimeve partijake. Në anën tjetër, shoqëria civile paralajmëron se zgjedhjet e shpeshta rrisin pasigurinë dhe dëmtojnë stabilitetin institucional.